Në mbrohoritjen duam drejtësi. Sot në Çajër u ngrit zëri i revoltës kundër asaj që protestuesit e quajnë drejtësi selektive. Qytetarë të shumtë marshuan nga parku i Çajirit deri para gjykatës, duke kërkuar drejtësi të barabartë për 25 vjeçarin Faton Luri, i dënuar me 11 vite burg për një aksident fatal, që sipas tyre nuk ishte i qëllimshëm. Ata theksojnë se nuk e mohojnë përgjegjësinë, por kundërshtojnë ashpërsinë e dënimit, duke paralajmëruar se padrejtësia e sotme mund të prek këdo nesër. Jemi mbledh këtu sot me shpreh revoltën tonë që u ka bon shokut tonë Faton Lurit, është dënu do me thonë me një dënim shumë të madh, nuk kemi të knaqët, po e kemi një pyetje deri te shteti, deri ku do të vazhdoj kjo padrejtësi. Do me thonë shqiptarët dënohen në gjendje mizore, ndërsa pala maqedonse me videokamera, me fakte, me vrasje, me paramendim, do me thonë falen. Deri kur do tjetë kjo padrejtësi ndaj shqiptarëve këtu. Ne kemi ardhur sot, kërkojmë drejtësi në mënyrë patësore, sepse nesër mund të na ndodhë të gjithë neve. Andaj jemi këtu dhe shprehim pakënaqësitë tona si popull shqiptar që marrim dënimet në këtë shtet. Faleminderit. Ndërkaq babai i tij Abaz Luri thotë se Fatonin e kanë dënuar sikur të ishte vrasës, ndonëse aksidenti ka ndodhur pa dashje. Ndaj padrejtësisë që i ka ndodhur Fatonit me një ngjarje që e ka bën pa dashje, Fatoni a dënuar sikur me kanë vrasës. Fatoni nuk ka vrasës. Fatoni ka qëllu rastësisht në vend gabum, moment gabum, edhe me u dënue me atë dënim. Kjo është një pabesi se kjo zbesoj që ka ndodhë deri tash në vendin tonë, pas në botë nuk ndodhën kësej dënime që atë shtranda. Edhe une e shfrytëzoj rastin që shpreh ngushëllime familjarëve të nderit. Kemi tentu në disa mënyra me kontaktu me ato, po s'na kanë pranue. Edhe apeloj te prokuroria, te gjykatësi, që këto gjykimet mos mban me mlef ose me dëshirën e tjetër kuj, po në gjykon sipas asaj që e meritojnë. Shoku i Fatonit, i cili ishte në vendngjarje, thotë se aksidenti ka ndodhur pa dashje dhe kanë qenë duke vozitur me shpejtësi 25 km/h, ndërsa momentin që ka ndodhur aksidenti, ai thotë se Fatoni i ka dhënë ndihmën e shpejtë të ndjerit. Ai kërkon drejtësi duke theksuar se dënimi prej 11 vitesh burg është shumë i madh dhe se raste të njëjta, madje me paramendim dhe fakte, nuk janë gjykuar në këtë mënyrë të ashpër, por kanë marrë dënime prej 4 vitesh burg. Momenti që bënëm aksident ishte tragjik. Nësë kena pot me dëshirë me bë aksident. Po në ndodhi, normali në konë 25-30 nërë, dhe Fatoni masi u shdrum i dha ndim të njerit. Masi erdhë policia. Fatoni i tha policijës që ta thire ambulancën e shpejt, sa ma shpejt, e kini ndore la Fatoni njerin, të dha ndimën, policia i tha Fatoni shloje. Edhe shloje, janë nisë mase popullat ati shka ishin përreth, unë blodhën. Dhe nëse me vikas, Fatoni mas një momentit u largu për ati. Mase për një ditë, mas disa ditëve ka shkue në polici dhe u ka dërzue. Dhe kjo shka 11 vjetë dënimi është shumë i madhë. Normal si bëban se shkavi që Maqedonsi, u dënu me 4 vjetë burg. Dhe na dënimi drejtësi. Aje ka bo me qëllim. Na s'kena bo me qëllim. Pa dashje. Dhe nuk kemi i prevenit. Suat Murtezani apelon deri tek organet kompetente që të tërhiqet ky gjykim dhe të bëhet një gjykim i drejtë pa ndikim. Shumë normal është ajo, shumë normal. Ajo është, domethënë, Fatonin e kanë dënuar familjarët e të njerit, nuk e ka dënuar shteti ose gjykata ose e kanë dënuar çish kanë desh familjarët. I kemi thirr familjarët mu taku, i kom thirr në telefon, na kanë lajmëruar polici se pisa kanë uhat na i na konsultacion me vllavin, na i kemi thirrën për me vëllon ngushëllime. Kjo ndodh ti mu se kjo faktikisht do dënuar për çish kanë desh familjarë, jo çish ka desh shteti. Edhe apelojmë te shteti, te organet, që të mirët kjo dënohet ajo që e meriton.
Edhe na do të vazhdojnë deri në fund kismet me Allahun para, faleminderit. Ndërkaq, protesta u përmbyll pa tensione dhe pjesëmarrësit u larguan qetësisht nga hapësira para gjykatës. Ata paralajmëruan se nuk do të ndalen këtu dhe se përmes protestave paqësore do të vazhdojnë të kërkojnë drejtësi dhe trajtim të barabartë nga institucionet.